Kishte bëj foto kështu, edhe duke 3 herë më e gjatë se unë. Aq sa kur e pash tash po mbi kështu sipër. Edhe thoshte shqyr u hap koha në Paris. Natyrisht, nëse ti i ke gjitha mundësit të shkosh çdo fundjavë, sa në Paris, e sa në Dubai, e sa ku di unë se ku, ty për hajër dalë, po ti nuk ke pse i thu shqiptarëve që atje e dua komplet të virgjër bregun e detit. Atje nuk du të shoh asnjë ndërtim. Atje du rërën, dua flamengot, dua dhe pembët, se atje do dalë me bikini. Me bikini, edhe do dalë kështu në profil. Tak, edhe me atë fjen e vogël këtu që duket edhe që gjithë këta që i shkojnë nga mrapa në proteston, inshallah po i kputet lidhja. Apo jo. Edhe ajo ecën kështu, edhe ata e shohin inshallah po i kputet ajo lidhja dhe ta shohim tamam flamengon. Ishte një tjetër, ajo ishte super fare. Edhe këta kështu me ç't themun, dynja e madhe me like. Kjo tjetra kishte i stil tjetër. Para se të fliste për natyrën, edhe për flamengot, edhe për shporru e dirama, kjo nxirrte kremra. Që ti kur futesh atje që të bësh solidaritet për zojt, të kapsh edhe në një krem që i bën reklam kjo. Kremra fytyre. Të paktën muzi fytyre mu dukun se kush e di se ç'a tjetër fërkohej me ato. Dakord, më shumë mirë, unë kam shumë respekt për gjithë ata që e bëjnë fytyrën me krem. Po Shqipërinë nga ç'a do duan me mbrojt ta? Rrezikun e Shqipërisë ku e shohin këta. Kjo është gjëja që pyesun.